Në çdo stin të vitit, qyteti Korçës mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara nga turistë vendase të huaj, me atraksione të shumta turistike e kulturore. Ky qytet ofron një sër pika shkyçe që duhen vizituar patjetër, qoftë edhe një herë në jetë, por që me siguri do të pëlqehen aq shumë sa kushdo do të dojë të rikthehet sërish. Një qytet aq i frekuentuar ka të gjitha kapacitetet e duhura, edhe për të rinj që zgjedhin të argëtohen në klube nate. Zona e pazarit është më e populluara gjatë sezonit veror, ndërsa një nga klubet më të frekuentuara është Loft, me një emër domethënës që tregon lidhjen e elementëve të gurit e hekurit për të ruajtur traditën e vjetër të kësaj ndërtese. Më tepër, lidhur me konceptin e këtij lokali, na tregon bartenderi Kosta Pejo. Kosta është një iri korçar që ka zgjedhur të jetë pjesë e jetës së natës me mbi 7 vite eksperiencë, duke u qëndruar pranë duke plotësuar kërkesat e çdo klienti. Ideja ka lindur për të sjellë një diçka ndryshe, një risi tjetër për qytetin tonë. Për të sjellë diçka më produktive për rininë, për jetën e natës, të ketë më shumë aktivitet për rininë, të vijë të argëtohet, të kënaqet, normalisht edhe të shpenzojnë para. Kemi dashur edhe të bëjmë muzikë live jashtë gjatë Bearit, po që e kemi pasur pak si më të vështirë pjesën e Bearit për arsye se rinia nuk qëndron, lëvizën, po janë këto festa e birës, janë pushimet verore që nuk qëndrojnë në qytet. Ndërtesa që ky biznes zhvillon aktivitetin është mbi 100 vjeçare, ashtu si gjithë zona e pazarit të vjetër të Korçës. Arredimi është siç e shikon me karige të larta. Po thuaj se kemi këtë të ngjyrave pak të errta, pjesa e murit është jeshile që të jep një thyerje të errësirës. Banakun pastaj kemi vendosur ta bëjmë të madh, të ketë një shumëllojshmëri alkoolesh, që edhe syri klientit të jetë jo vetëm në një alkool për shembull, të ketë shitje të ndryshme të alkooleve, ndërtesa është karakteristike korçare, me sa kam informacion unë është 100 vjeçare vitër, është restauruar normalisht me një arkitekt nga qyteti tonë. Loft nuk funksionon vetëm në mbrëmje, ndonse është projektuar për të ofruar jetën e natës për të rinjtë e qytetit dhe për turistët. Sipas Kostës, këta të fundit konsumojnë kafen gjatë paradites, ndërsa gjatë pasdites fillon edhe argëtimi me pije të ndryshme alkolike. Megjithatë, ky vend ka një vëmendje të veçantë edhe për koktejlet. Paraditja ka pasur lëvizje nga rinia korçare, vinë, pinë kafe, edhe jo vetëm kafe, freskuse. Pastaj mbasditja fillon siç është ai ndryshimi që thonë ne mbasditeve pimë ndonjë gotë, është pjesa e birave që është më e theksuar në turist. Ne kemi shumëllojshmëri birash që i bëjmë reklamës, koktejlet pastaj në pjesën e mbasdites që fillojnë kërkojnë alkoole, janë këto aperitive më së shumti që shiten, ose long drinket që janë gin tonic, vodka Red Bull. Prej orës 9 të mbrëmjes e deri në orët e para të mëngjesit, ky lokal është plot me të rinj, të cilët fundjavave zgjedhin të argëtohen e të çlodhen pas ditëve të lodhshme të javës, e kjo është një nga mënyrat më të mira që ata zgjedhin. Është shumë e preferuar jeta e natës në Korçë. Organizimet i bëjmë çdo fundjavë. Ne marrim DJ nga jashtë qytetit me të shquar me emër që janë të njohur në të gjithë Shqipërinë dhe janë shumë të kënaqur klientët. Domethënë neve fillojmë partin në orën 9 dhe vazhdojmë pastaj derisa të ikin njerëzit. Sa i përket turistëve, Kosta tregon se ka një fluks të lartë edhe të turistëve vendas, por edhe të atyre të huaj. Në dimër ata vinë për borën, ndërsa në verë vinë pikërisht edhe për jetën e natës, që në Korçë vitet e fundit është zhvilluar së tepërmi. Atëherë, sezoni dimëror ka pasur, janë edhe turistët që vinë që shikojnë dëborën, si të thuash, ka
Vinë e shkelin shumë gjatë dimrit, po edhe Beari nuk mbetet pas. Edhe Beari ka pasur goxha turist, edhe janë shumë të kënaqur, po shumica janë fokusuar në stinën e verës, vinë, është edhe pak më freskët. Kanë një qef, shikojnë ambient ndryshe, klientela ndryshon, normalisht, është edhe pisa e njerëzve që duhet të rezervojnë, për arsye që ka shumë turist, edhe nuk kemi aq shumë kapacitet sa t'i mbajmë të gjithë. Shumica janë Tiranës, ka Shkodran, pisa i jugut, them nuk është se janë shumë të theksuar në qytetin tonë. Tuaj pastaj variojnë, ka spanjoll, gjerman, italian, po shumica janë spanjoll. Një pyetje që na kuriozon është pikërisht se kush shpenzon më tepër, rinia shqiptare apo turistët e huaj? Them të vërtetën, shqiptarët janë pak më shumë të qefit se sa tuajt. Edhe këtë sezon, pritet që jeta e natës të jetë e zhvilluar në Korçë, e më konkretisht në zonën e pazarit të vjetër, ku ju pret Loft, me një organizim të veçantë, me shumë llojshmëri pijesh dhe me një arredim komod. Loft ka hapur dyert për të gjithë të rinjt që duan të kalojnë disa orë në një atmosferë fantastike, me muzikë nga DJ të ndryshëm, e ky ambient bën bashkë jo vetëm grupe shoqërore, por edhe familjar.